Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Përfundon numërimi i votave në qarkun e Gjirokastrës. Rezultatet konfirmojnë një fitore të thellë të Partisë Socialiste që jo vetëm ruajti 3 mandate, por ka shtuar ndjeshëm avantazhin në përqindje krahasuar me zgjedhjet e kaluara. Partia Socialiste mori 24.457 vota ose 62.23% duke fituar 3 mandate. PS shënon një rritje të ndjeshme prej 8.3% nga viti 2021, kur rezultati i saj ishte 53.9%. Koalicioni Partia Demokratike Aleanca për Shqipërinë Madhështore ka marrë 11.596 vota ose 29.51% duke ruajtur vetëm një mandat. Por krahasuar me vitin 2021, Partia Demokratike Aleanca për Shqipërinë Madhështore ka humbur 14.2% të mbështetjes nga 43.6% në vitin 2021. Pritet të numërohet dhe votat e diasporës. Në qarkun e Beratit janë numëruar të 275 kutitë e votimit. Partia Socialiste e Shqipërisë ka siguruar 36.863 vota që përbën 57.64% të totalit. Koalicioni Partia Demokratike Aleanca për Shqipërinë Madhështore renditet e dyta me 19.486 vota. Sipas rezultateve të deri tanishme, Partia Socialiste siguron në këtë qark 5 mandate, ndërkohë që Partia Demokratike Aleanca për Shqipërinë Madhështore merr 2 të tilla. Socialistët arrin të marrin dhe mandatin e 12 në qarkun e Fierit, kundrejt 4 të Partisë Demokratike. Ndonse do të pritet deri në numërimin e kutisë së fundit për të shpallur fitoren, kur u numëruan rreth 91% e kutive të votimit, Partia Socialiste arrin të garantojë 88.000 vota ose rreth 62%, ndërsa Partia Demokratike fitoi rreth 36.000 vota ose rreth 25.75% të votave të vlefshme. Në intervistë televizive, drejtuesa socialiste e qarkut të Fierit, Bilinda Balloku, argumenton brishtësinë e mandatit të 12, ndërsa vlerëson se rezultati është edhe përtej pritshmërive. Kemi qenë të bindur që do të arrijeni mandatin e 11, e cila nuk është thjesht një fitore, po është një triumf, duke qenë se është një fitore e paprovuar më parë, ndërkohë që për mandatin e 12 do të thoja që ti planifikon, por edhe ëndërron. Tani mandati 12 është i brisht dhe këtë dua ta them sepse nuk më pëlqen që të them që jemi duke festuar etj, jemi shumë të qetë, jemi duke pritur numërimin e secilës kuti, pavarësisht se ne kemi projeksionet tona dhe pak a shumë e dim se çfarë ka në për kuti, pavarësisht se kutitë që vijnë janë edhe kuti më të mira nga çka kemi numëruar. Demokratët konfirmojnë fitoren në bastionin e tyre. Në përmbyllje të procesit votimit, PD Aleanca për Shqipërinë Madhështore mblodhi 18.934 vota. PD ruan 2 mandate deputetësh. PS është forca e dytë me rreth 10.000 vota dhe mban mandatin e vitit 2021. Partia Social-Demokrate ka shënuar një rritje në 14.15% të votave, por pa siguruar dot mandat. Kompania postare DL i ka kthyer përgjigje Komisionit Qendror të Zgjedhjeve pas kërkesës për të dhënë sqarime lidhur me disa problematika të konstatuara në Greqi. Në të thuhet se numri i zarfeve të dorëzuara në Greqi është 61.000, ndërsa të tërhequra janë 52.000. Lidhur me ankesat për procesin në Greqi, DL thekson se ai nuk është deleguar dhe se dërgesat janë kthyer në përputhje me procedura standarde, në të cilat përfshin firmozit të personit marrës në dorëzim. Kompania thekson gjithashtu se nuk ka asnjë rast që njoftimi nuk është bërë nëse marrësi ka patur numër telefoni të regjistruar në regjistrin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve apo email aktiv dhe se nuk ka pasur asnjë raportim për dërgesa që nuk janë dorëzuar emigrantit. Në të gjitha kërkesat për verifikim janë vetëm 5 raste në total në të gjithë vendet, përfshirë Greqinë, që janë ndjekje për verifikim. Çdo dërgesë e dorëzuar ka provë dorëzimi, thuhet në reagimin e kompanisë DL. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.